Me kthehemi në studio të flasim për këtë pjesë mbi bujqësinë, se i takon i takimit kryeministrit Rama me fermerët. Do të diskutojmë se i takon problematikave me zotin Ilir Pilku, që është ekspert i bujqësisë. Ilir, shumë faleminderit që me ne kënaqësi të bisedojmë. Përshëndetje. Mirë, si e pat takimin e kryeministrit, pati kritika për kryebashkiakët, u tha pak a shumë që i kanë harruar zonat rurale, ndërsa për fermerët bëri thirrje që të përdorin më shumti kredit për rritjen e fermave se sa të varen tek subvencionet që i cilësoj të pamjaftueshme. Unë mendoj që pjesërisht në fjalimin e kryeministrit. Në fakt më bëri çudi adresimi i problematikës ndaj pushtetit lokal, që në fakt pushteti lokal në lidhje me angazhimin dhe detyrimet që ka ndaj bujqësisë janë shumë minimaliste. Pra, nëse do t'i referojmë ligjshmërisë, duhet patjetër prej më së 10 vjetësh të zbatoj ligji i të drejtave që i kalojnë në pushtetit lokal në lidhje me funksionet që ka Departamenti i Bujqësisë pranë bashkive, gjë që asnjëherë nuk është zbatuar. Kuptohet që bashkitë kanë një funksion shumë minimal në lidhje me bujqësinë, sepse kryesisht decentralizimi është i atashuar pranë 2 hallkave të Ministrisë së Bujqësisë, të detyrimeve të bujqësive dhe detyrimeve të ekstensionit të bujqësor. Pra, ato e kanë funksionin për të suportuar fermerët në lidhje me agroteknikën, me financimin dhe çdo gjë që lidhet me bujqësinë. Ndoshta është një element që nuk është zbatuar, që është pjesë e mbështetjes që Bashkimi Evropian pritet të japi bujqësisë shqiptare, që është ngritja e grupeve të ndërveprimit. Pra, siç e themi ne, lageve, Local Action Group, grupeve të ndërveprimit, të cilët është pjesë e pushtetit lokal. Pra, komuniteti fermerëve bashkë me bashkitë, me njësitë administrative, duhet të organizohen në formën e grupeve të licencuara për të mbrojtur interesat e bizneseve të zonave përkatëse. Realisht janë shumë pak bashki që e kanë marrë seriozisht këtë, me sa jam informuar është e para që është formuar dhe është regjistruar është bashkinë e Roskovecit dhe në 2-3 bashki të tjera, dhe asnjë bashki nuk e ka me interes për ta ndjekur këtë pjesë. Ne kemi akoma kohë shumë që t'jemi të aksesojmë këtë lloj fondi që i përket grupeve të ndërveprimit. Ka para, janë doket, por në këtë fazë kjo nuk është akoma pak a shumë fjalimi i kryeministrit ishte me fondin që ka atë Banka e Shqipërisë, 250 milion euro si kredi e but, por ky fond në bankare. Unë këtu jam pak skeptik, sepse për aq kohë sa sistemi bankar nuk e ka në fokus mbështetjen e bujqësisë nëpërmjet kreditimit të butë. Ato nuk kanë ta mbështesin, por nuk kanë as përqasje, nuk kanë as kapacitetet e tyre, burimet njerëzore për të analizuar dhe të mbështetur bujqësinë.
Ilir, ndërkohë kanë vazhduar edhe protestat e fermerëve me, po themi, shpërdorimin demonstrativ produkteve. Si shpjegohet diçka e tillë me një rritje të numrit të turistëve, që nuk kupton logjikisht dhe një rritje të konsumit? Si është e mundur që prodhimet vendase ende nuk gjejnë dritën e shitjes? Shiko, unë kam ditë që po merrem me analizimin e statistikave që sapo kanë dalë të vitit 2024, dhe duhet ta themi me plot gojë që është viti i tretë që bujqësia ka një rënje në të paktën në 30 vitet e fundit. Pra kemi një rënje në vitit të 2024 me 1.15%, pra kjo është rënja më e madhe paktën në 10 vitet e fundit të bujqësisë shqiptare. Nuk më shqetëson shumë fakti që disa aktivitete bujqësore pësojnë rënje, sepse kuptohet një bujqësi kaq të aktivitete bujqësore kaq të mëdha që ka Shqipëria, ne duhet të fokusohemi në ato aktivitete të cilat kanë potencial prodhues e potencial eksportues. Por ajo që shikoj është që ne në asnjë aktivitet nuk paraqesim rritje. Pra unë mund thoja që edhe në ato aktivitet ku neve kemi një potencial dhe një kërkesë të tregut të eksporteve, unë shikoj një rënje. Shikoj rënje në prodhimin e agrumeve, dhe kryesisht mandarina e Zarës, Konispolit, e cila ikën rreth 70% në eksporte, paraqiten në rënje. Unë shikoj një rënje, unë flas vetëm me analizën